Në një skenë gjigante të ndërtuar në shëtitoren lungomare pranë ujit të ftohtë, Vlora çeli zyrtarisht sezonin turistik me një koncert festiv, i cili përmbante të gjithë elementet, duke filluar nga Miss Summer World, performanca në kërcim nga bukuroshet nga i gjithë bota, si dhe këngë nga emrat më në zë të muzikës vendase, si Soni Malaj, Ylli Limani, Kida dhe Ledri Vula. Koncerti në fakt ishte parashikuar për të zhvilluar të premten, por u shtyp për shkak të kushteve të përkeqësuara atmosferike. Për herë të parë në Vlorë u organizua Miss Summer World, një kompeticion ku kanë sfiluar 40 vajza nga vende të ndryshme të botës. Fituese u shpall bukuroshja nga Turqia. Kryetari i Bashkisë Vlorë Ermal Dredha ka uruar një sezon të mbarë për pushuesit dhe bizneset. Kjo është edhe çelja zyrtare e sezonit turistik. Shpresojmë që njerëzit kënaqen dhe u bë një thirrje të vazhdojnë të jenë kaq të shumë të numër sa që janë sot. Kemi evente të ngjashme gjatë gjithë verës. Vlora i ka të gjitha bukuritë, mundësitë, njerëzit, ka ushqimin, i ka të gjitha. Kështu që duhet ta përqafojmë Vlorën sepse Vlora di si t'i trajtojë. Aktivitetet të mbrëmjen e dieshme kanë vijuar deri vonë, ndërsa këtë të diel janë zhvilluar aktivitete të shumta argëtuese dhe sportive.